Florenti është CEO i Delight Global Logistics, kompania më e madhe në pronësi të shqiptarëve në Kinë. Florent, si je? Si kalon? Sa vjet ke në Kinë? Kam 10 vjet në Kinë dhe operojmë në qytetet kryesore të Kinës në Shanghai, Guangzhou dhe Hong Kong. Zotrojmë një grup prej 6 kompanish. 6 kompani? Po. Për çfarë shkove në Kinë? Fillimisht kam shkuar si student për inxhinieri nafte dhe më pas jam fokusuar tërësisht te biznesi. Është vërtet që jeni kompania më e madhe në pronësi shqiptare në Kinë? Po, për këtë fushë ne jemi kompania më e madhe, grup kompanie që ofrojmë të gjitha shërbimet që kanë lidhje me importin dhe eksportin, transportin, logjistikën, sourcing dhe çdo fazë të punës nga fabrika në Kinë deri në portin përkatës. Sa përqind e volumit punës tuaj është me shqiptarët, me Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë dhe sa përqind është me blerës të tjerë të huaj? Trendin e kemi në rritje me tregun global, momentalisht jemi 50-50 për trojet shqiptare dhe trojet internacionale, por qëllimi jonë është që të zgjerohemi më tepër. Po me ndërkombëtarët, në çfarë shtetesh punoni? Ne punojmë me Amerikën e Jugut, Amerikën e Veriut, Afrikën, Rusinë, Europën, Azinë. Kush janë blerësit më të mirë dhe më të këqij ndërkombëtar? Më të këqij që ne i quajmë janë indianët, pas janë tepër të bezdisur. Po më të mirët momentalisht për ne kanë qenë rusët, pasi kanë qenë shumë korrekt në pagesat, në volumin e porositë. Ju po shkoni në rritje, pra pjesa globale do marri pjesën më të madhe në raport me shërbimet Shqipëri? Duke qenë se dhe popullsia dhe trojet shqiptare janë të vogla, qëllimi jonë është që gjithë fokusi të jetë në pjesën globale. Ne marrim përsipër çdo fazë të punës, duke filluar nga përzgjedhja e fabrikave në Kinë, magazinimin, eksportin, përgatitjen e dokumentacionit për doganat kineze dhe për doganat e çdo shteti përkatës. Pra jeni qark i mbyllur i gjithë. Po, do me thënë, malli në momentin që porositet në Kinë të vjen në portin përkatës të çdo shteti. Dhe ju kontrolloni dhe cilësinë dhe çdo gjë tjetër që mbri. Po, në laborator përkatës në varësi të produkteve. Florenti, CEO i kompanisë më të madhe në pronësi shqiptare, Delight Global Logistics, me $10 miliona xhiro. Atëherë sukses atë.